gusht. Daniel Shima, një javë më vonë, dhe një tjetër biznismen i ri, i marrë peng për shkak të lojrave të fatit, monopol ekskluziv dhe total në Tiranë i kartelit të drogës të Elbasan. Edi Rama, që bëri dje avokatin Mjeran të Lubiz Bis, si pas të cilit prokuroria ka akuzua atë për përdorim në fondeve, përgëzoi një gazetar, i cili shkruante se Rama ka përdor aty gjuhën orwelliane, ku vjedhja e shefit quhet përdorim, ku plaçkitja quhet mbikëqyrje nga shefi. Edi Rama pretendonte se mira e tij apo linda e tij, linda e dytë e tij, se i ka rastis të trija me linda, Belinda, Mirlinda, Linda. Merë vesh tani se si koincidenca, se si i mbledh fatit të trija në një rreth të kuq. Në një rreth të kuq. Se Mirlinda po akuzohet se ka përdor fonde. Po ka mbrojtje më të turp, më kriminale, më të turpshme se kjo. Po si mund të akuzoj se ke përdor fonde? Si mund të akuzoj se ka përdor fonde? Akuzoj se ka vjedh fonde, se ka drejtuar një organizat kriminale me Ergysagasin, me koordinatorin e tij, dhe se fondet kanë shkuar që të gjitha në familjen mafioze Rama, familjen super mafioze Rama. Ndaj dhe për ta mbyllur dhe njëherë, jep dorëheqjen sa më parë. Je i pashpres. Qytetarët shqiptar janë të zemruar, të revoltuar kundra tejet dhe të gatshëm të paguajnë çdo çmim për largimin tuaj. Së dyti, duhet të përshëndes përzemërsisht qytetarët e Vlorës për protestet e tyre dinjitoze, qytetare, për fibrën e tyre qytetare, që reaguan në mënyrën më të fuqishme, ja u zun